Pse këtë namaz të cilën ne po e fal? Pse këtë xhumë në këtë ditë të xhumës të cilën ne po vimi? Pse nuk po e ndjejmë me shpirtat tan, me zemrat tan, ashtu sikurse që e kishte ndjer pejgamberi alayhi salam namazin dhe e kishte bërë kënaqësi të syve të tij dhe pushim të zemrës së tij. Betohem në Allahun Azza wa Jall, i cili është një dhe nuk ka tjetër përveç tij. Se përderisa në momentin që ne e kemi humbur shpirtin e adhurimit, e kemi humbur shpirtin e adhurimit dhe të bindjes ndaj Allahut Azza wa Jall dhe shkaqet e lumturisë, ne jemi privuar nga të mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër. Pse o të dashur vëllezër besimtar, ne namazin të cilën jemi duke e falur, ne nuk po e ndjejmë ashtu sikurse që e kishte ndjer pejgamberi alayhi salam. Pse këtë namaz të cilën ne po e falim? Pse këtë xhumë në këtë ditë të xhumës të cilën ne po vimi? Pse nuk po e ndjejmë me shpirtat tan, me zemrat tan, ashtu sikurse që e kishte ndjer pejgamberi alayhi salam namazin dhe e kishte bërë kënaqësi të syve të tij dhe pushim të zemrës së tij. Dhe në vazhdimsi pejgamberi alayhi salam i thon te Bilalit, erihna bis sala ya Bilal, eja o Bilal, kënaqna dhe rahatona me namaz. Ashtu si thon te pejgamberi alayhi salam, wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salah, dhe është bërë kënaqësia e syve të mi namazi. Pse o vllazni ne nuk kemi mall për namaz? Pse zemrat tona nuk janë duke u lidhur për shtëpitë e Allahut, për xhamitë e Allahut Azza wa Jall, ku të parët tanë thanë, ma salejtu salaten illa washtaqtu ila ma ba'daha, nuk e kam fal as një namaz, vetëm se e kam posmall dhe jam përmalluar për të edhe që vije pas tij. Pse të ndëruar xhamatli, ne nuk ndjemi lumturi dhe kënaqësi në vetvetët tona kur na ofrohet mundësia me dhuru sadaka dhe me dhuru zeqat, ne nuk e ndjemi ëmbëlsinë e dhuresës, e të dhënjës së sadakas dhe të zeqatit. Pse të dashur vëllezër? Pse nuk jemi prej atyre sikurse që ishte Sufjan e Thauri kur vente ndonjë lëps dhe trokite në derën e tij dhe Sufjan e Thauri thonte marhaban biman jaa yaghsilu dhunubi, mirë se vjen o ti i cili po bëhesh shkaktar që unë me i shly mëkatet, që Allahu mua me fal mëkatet dhe gjunahet. Pse o vllazni ne nuk jemi duke ndjer lumturi me fen ton, me islamin ton, sikurse që e ndjenin kënaqësinë dhe ëmbëlsinë të parët tanë, ku ata thonin mirë për atë person i cili e ka lënë këtë botë dhe ka kaluar në botën tjetër dhe nuk i ka shijuar kënaqësinë dhe ëmbëlsinë e kësaj bote. Disa të cilët ishin prezant thanë, pse kjo dynja a ka kënaqësi, a ka ëmbëlsi? Ky dietar i ma tha, po. Cila është kjo kënaqësia e kësaj dynjaje? Cila është ëmbëlsia e kësaj dynjaje? Këta dietar u përgjigjën dhe thanë, dashuria ndaj Allahut, dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të qenët i kënaqur me Allahun Azza wa Jall dhe ti me e dash takimin me Allahun Azza wa Jall. Ne në ditën e sodit nuk gjemi lumturi, nuk gjemi ëmbëlsi të imanit ton, të adhurimeve të tona dhe të fesë ton. Sikurse që thonin selafët, law ya'lamu al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bis-suyuf. Po ta denin mbretërit dhe bet e mbretërve se çfarë begatie, çfarë nimete Allahu i lartësuar neve na ka dhënë, do të na godasin me shpatët e tyre. Allahu Akbar. Po o vllazni, në ditën e sodit ne shohim se njerëzit nuk garojnë për një mirësi, nuk garojnë për në punë të mira, nuk nxitojnë në ibadete dhe adhurime. Madje ky fenomen është për njerëzve të devotshëm, për atyre të cilët i falin 5 kohë namaz, për atyre të cilët e lexojnë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E falin namazin, po e falim namazin, mirë po të dashur vëllezër besimtar, ky namaz thjesht është bërë vetëm lëvizje mekanike, pa ndjenja dhe pa nënshtrueshmëri dhe bindje ndaj Allahut te bareke ve teala. Të dashur vëllezër besimtar, ku është problemi? Ku është defekti? Që ne nuk jemi duke ndjer namazin? Ku është problemi që ne nuk jemi duke ndjer agjerimin si agjërim? Ku është problemi që ne kur ta japim sadaka nuk po ndjemi ëmbëlsi dhe kënaqësi? Kur ne e japim zakatin nuk po ndjemi lumturi? Të dashur vëllezër besimtar, janë mëkatet. Cilat mëkate? Të mëdha, të vogla, të vogla. Dhe njeriu kur të bën mëkate bëhet i varur në gjunahe. Dhe njeriu kur të ketë varësi në mëkate dhe në gjunahe, zemra e njeriu ngurtësohet. Dhe kur të ngurtësohet zemra e njeriu, ai nuk ka mundësi me gjetë shije të ëmbëlsisë së imanit dhe të adhurimit ndaj Allahut Azza wa Jall asnjëherë.